Nxënësit e shkollës së mesme teknike Rifat Gjotaj të organizuar nga Muzeu Arkeologjik në Pej vizituan Patriarkanën e Pejës, e cila u prezantua si shqiptare së bashku me shkollën e mesme teknike Rifat Gjotaj nga Peja vizituan Patriarkanën shqiptare në Pej, e paraqitur si kish me shtresa më të vjetra romake dhe bizantine, e cila më vonë u transformua sistematikisht dhe u përdor si kish ortodokse serbe. Sipas njoftimit të muzeut në Facebook, gjithashtu u tha se punimet e sovatimit nga viti 2006 deri në vitin 2008 shkatruan pothuajse plotësisht shtresat më të vjetra, gjë që u bëri të vështirë dokumentimin e trashëgimisë kulturore. Gazetari dhe shkrimtari nga Graçanica Zhivojin Rakočević i vlerësoi deklaratat e Muzeut të Pejës se Patriarkana e Pejës përfaqëson një kompleks kishës origjinale para romake dhe bizantine që u transformuan sistematikisht në kisha ortodokse rashko-serbe si absurditet shkencor, shoqëror dhe publik. Rakočević pyeti autoritetet në sistemin arsimor të Kosovës se çfarë po bëjnë fëmijëve të tyre. Këto mesazhe përsëriten vazhdimisht, veçanërisht që nga 17 marsi i vitit 2004, kur e kuptuan se trashëgimia kulturore serbe në Kosovë dhe Metohi është e tillë që nuk mund të shkatërrohet, kështu që duhet të përvetësohet, theksoi Rakočević në një deklaratë për Kosova Online. Analisti politik Selam Hajrizi tha se mediat franceze është përqendruar kryesisht në ngjarjen ndërkombëtare dhe se takimi midis Albin Kurtit dhe Emmanuel Macron nuk mori pothuajse asnjë vëmendje. Vizita e Kurtit nuk u përmend fare dhe asnjë medie franceze, tha Hajrizi për Radio Televizionin 21, duke shtuar se nuk beson që takimi midis Kurtit dhe Macronit zgjati 2 orë. Kryeministri i Kosovës deklaroi se në takimin me presidentin Macron u zhvillua një bisedë thellë dhe sinqertë rreth rrugës së Kosovës drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe organizatat e tjera ndërkombëtare, si dhe rolin të NATO-s në Kosovë. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Artan Abrashi tha se partia nuk ka votat e mjaftueshëm për të zgjedhur vetë presidentin e Kosovës, duke theksuar se për zgjidhje çështjet nevojitja e një marrëveshje me partitë opozitare. Abrashi deklaroi se vetëvendosja nuk ka afërsi të zgjedhë në mënyrë të pavarur një president, por se ekziston vullneti për të gjetur një kompromis. Duke folur për njoftimet e kryeministrit të Kosovës dhe kreut të vetëvendosjes Albin Kurti se do të ftojë në bisedime krerët e partive opozitare, Abrashi tha se partia në pushtet është e hapur edhe për emra të ri kandidatësh për president. Politologu Ognjen Gogić theksoi se nuk ka gjasa që sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës Lora Çitaku të jetë presidente e re e Kosovës, sepse Albin Kurti nuk do të mbështesë askënd që nuk është nga partia e tij. Përveç kësaj, Çitaku sigurisht që nuk do të merrte mbështetjen për shkak të kritikave të ashpra ndaj tij në vitet e kaluara. Drejtori i programit të Qendrës për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike në Mitrovicën e Veriut, Aleksandar Rapaić, thotë se nëse ka një marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, vetëvendosja prap nuk do të pranojë një figurë të fortë nga opozita në atë pozicion. Analisti Armet Ndemaku beson se vetëvendosja nuk do të pranonte Vlora Çitakun si presidente të re të Kosovës, sepse nëse do ta bënte këtë, do të shkelte politikën e saj 20 vjeçare dhe në këtë mënyrë do të kryente vetvrasje politike. Komuna Mitrovicës së Veriut informoi qytetarët se pas raportimeve të shumta dhe duke vënë në dukje problemet e hershme të shkaktuara nga pasiviteti i administratës së mëparshme komunale, angazhoi shërbime kompetente të cilat në ditët e kaluara punuan intensivisht në riparimin e defekteve në disa lokacione në qytet. Duke përmendur punimet që janë kryer tashmë, Komuna Mitrovicës së Veriut shton se në periudhën e ardhshëm janë planifikuar punimet në rehabilitimin e rrugës Shika Jovina pranë parkut të fëmijëve, si dhe segmentet drejt spitalit. Gjithashtu në rrugën Sutjeska do të zgjidhet problemi i rrjedhjes së ujit nga muri mbajtës.
Moti nesër do të jetë i ngjajshëm pa përmirësime me vranësira dhe i ftoftë me reshje shiu në malje me borë, pritet edhe reshje më të dendura shiu do të fryjë erë mesatare deri e fort nga veriu dhe verilindja. Në malje mund të ketë shpërthime stuhie. Temperatura mëngjesit do të sillen nga 5 deri në 9, kurse ajo maksimale ditore nga 7 deri në 15 gradë Celsius.